Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, salavatet selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe zër, ju përshëndesim me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sonte me lenë Allahu xhalla xjalaluhu do të mundohemi të flasim diçka rreth nusajrive apo për ndryshe alawive, për shijat, duke pasur parasysh se krimet që po i bojnë në Siri, duke lutë Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu xhalla shanuhu dhe të ndihmoj atë vëllezërat tanë atje, inshallah ata që janë prej shahidave, inshallah Allahu xhalla xjalaluhu i pranon si shahida. Kush janë këta nusajrit apo an-nusajriyya? Është një grup i shijave që kanë dalë prej el-imamiyya l-ithnaashariyya, do me thënë prej një grupit shijave në shekullin e 3 të hijretit, do me thënë themelusi këtymve ka qenë Muhammed ibn Nusajr. Shkaku, arsyeja që janë emërtu me këtë emër e Nusajriyya, është do me thënë shkon tek themelusi i tyre që quhet Muhammed ibn Nusajr an-Namiri. Farisi, ka qenë persian, ka jetu do me thonë në shekullin e 3 të hijretit, edhe ka thirrë në këtë grup apo në këto mendime. Emrat e nusajrive, kemi shumë emra që i kanë qujtë nusajrit. Kanë qujtë Numejrije, do me thonë janë bazu apo e kanë shku të Muhammed ibn Nusajr an-Numejri, al-Ma'nawiyya, al-Alawiyya ose al-Alawiyun. Do me thonë që shkojnë tek Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, e kanë qëdhimin këtë. Masi që ka qenë do me thonë në pushtet, atëherë do me thonë atë kohën 1920 në Siri kanë qenë francest, atëherë do me thonë francest ja u kanë qitë do me thonë këtë emër el-Alawiyya, Alawi, do me thonë që janë një grup prej grupit të shijave. Mendimi tjetër apo emërtimi tjetër, el-Ali, el-Ilahiyya i kanë qujtë, do me thonë tek Alija, pse se mendojnë se Aliju radiallahu anhu është zot i tyre. Edhe inshallah ta'ala do të tregojmë se disa konsiderojnë se Aliju është zot i tyre. Ose al-mu'minun wa ahlu t-tauhid e kanë qujtë do me thonë disa. Edhe al-hashashiyun. Ka fillu do me thonë këtë grup, apo nusajrit, apo alawit kanë fillu do me thonë, kanë dalë prej imamive, do me thonë prej shijave, el-ithnaashariyya, në shekullin e 3 të hijretit, do me thonë 300 vjetë mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse janë quajtur el-imamiyya? Se imamit, do me thonë prej shijave që kanë qenë, këta e konsiderojnë se prej kushteve të dinit fesë Allahu xhalla xjalaluhu është me besu në imam, do me thonë me kryetar, me qenë do me thonë kryetar. E imame është do me thonë si pejgamberdhek, si profetësi, do me thonë nuk mundet me ardh imami pa lejen e Allahu xhalla xjalaluhu. Mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ajo ka qenë të Aliu radiallahu anhu, e kështu që imameti apo kryetardhëki apo khalifja, do me thonë duhet me qenë Aliu radiallahu anhu mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shohin se hoxhallarët e këtynve, imamat e këtynve janë të pagabueshëm, po ashtu edhe hoxhallarët mas këtynve do me thonë që vinë. Imam të këtynve janë Ali ibn Abi Talib një, Hasan ibn Ali, djali Aliut radiallahu anhu, Husein ibn Ali, Abu Muhammad, Ali ibn Hasan, që quhet Zejnul Abidini, Abu Ja'far, Musa ibn Ali, Abu Abdullah, Ja'far ibn Muhammad, Abu Ibrahim, Musa ibn Ja'far, Abu Hasan, Ali ibn Musa, edhe Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali, Abu Hasan, Ali ibn Muhammad, Abu Muhammad Hasan ibn Ali al-Askari, edhe Abu Qasim, Muhammad ibn Hasan al-Mahdi. Do me thonë që këta e kanë kusht prej kushtet besimit, me i besu do me thonë këto 12 imama. Imami 12, këta mendojnë se ende nuk ka ardhë, edhe ajo është ardhja Mehdiut. Ardhja Mehdiut, do me thonë ende nuk ka ardhë. Mirë po, Abu Muhammad Hasan ibn Ali al-Askari, ky e ka një histori shumë interesant, se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka dhënë evlat këtij njeriu. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka dhënë evlat këtij njeriu, nuk e ka furnizuar me evlat. Mirë po para vdekjes, me thonë se imami po vdes dhe nuk ka pas ardhës, atër kanë thonë se është gabim, është një tmet, e këta e konsiderojnë se hoxhallarët, imamat e tynve nuk kanë tmeta, e pa tmeta është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tek ahli sunne wal jamaa, pa tmeta është vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Shanu suni gjemni mangësira, po ashtu edhe kanë ka dasht Allahu Gjelle Gjelaluhu me mbrojt prej mëkateve, sikur që kanë qenë pejgamber të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ato e kanë mbrojt. Masi që ka vdek Muhammed el-Askari, disa thonë se kanë dalë disa prej shijave, edhe kanë thonë se imami jon e ka evladin e vetë. Ka fëmijë, po ju nuk e dini. Edhe imami jon, Muhammed Hasan ibn Ali al-Askari, është taku çdo natë me djalin e vetë, edhe ka lënë si khalife. Mirë, po ju nuk e shihni atë. Mas vdekjes këtij, janë nda shia, do me thënë 20 grupe. Mas vdekjes e Muhammed ibn Hasan ibn Ali al-Askari, janë nda 20 grupe. Disa tjerë thënë deri 25 grupe, edhe ky ka qenë prej dietarëve të shijave që ka qenë Qummi. Qummiu ka thënë se deri 25 grupe janë shpënda. Prej personaliteteve më të famshëm, do me thonë, të grupit Nusajrija, është Muhammed ibn Nusajri, ka qenë, do me thonë, i cili ka jetu me imamin e 19, Hasan el-Askarijun, imami 19, do me thonë. Mirë po, edhe ky e ka tepru. E ka tepru, sa që vetës vetë i ka thonë pejgamberi Allahut. Leqe e ka tepru këto, bilem, i ka thonë vetës edhe Zot jam. Muhammed ibn Nusajri. Po ashtu prej burrave tjerë që ka qenë Muhammed ibn Jundub, ka qenë prej persianve, po ashtu Gjumbulani, edhe ai ka qenë, do me thonë, prej persianve, do me thonë, prej personaliteteve që janë njoft, do me thonë, Nusajrit. Akida e shijave apo e Nusajrive është një akide koktel, është e përzime me krishter, me jahudizëm, me kret, me budizëm, me gjithë shka është e përzime, do me thonë, kjo akide. Nuk kanë, do me thonë, diçka të prerë, sikur që kanë, do me thonë, ahli sunna wal jamaa, që besojnë, do me thonë, sikur që ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët edhe dietarët e ahli sunnetit. Këta mendojnë edhe besojnë se njeriu si të vdes
shpirti jam transferohet do me thënë me një shpirt tjetër, me një trup tjetër. Në qëse lini njeri, do me thënë shpirti jam ka me shku tek aj person. E kjo është do me thënë prej katastrofave. Prej akides që e kanë, mendojnë se Aliu radiallahu anhu është Zot. Do me thënë, kjo është baza akides e Nusajrive apo Alevive që quhen për ndryshe. Aliu radiallahu anhu pretendojnë se është Zot, edhe Aliu radiallahu anhu është vet i treti, sikur qysh mendojnë do me thënë krishtert. Qysh Muhamedi, Aliu, Muhamedi Salman al-Farisiu radiallahu anhu. Ose dikun e kanë fshi Muhamedin, kanë thënë Muhsin, se Aliu radiallahu anhu e ka pas edhe një djalë të vogël që e ka qujt emri, e ka pas emrin Muhsin. Pse? Se pejgamberi alayhis salam ja kishte ndru, ka thënë çe ke qujt djalën, ka thënë kështu, jo ka thënë ky është Hasan. Ka thënë kur i ka lind tjetri, ka thënë çyshe ke qujt, ka thënë kështu, jo kjo ka thënë Husein. Ka lind tjetri, ka thënë çyshe, ka thënë kështu, jo ka thënë ky është Muhsin. E tash disa prej tyre e kanë nek Muhamedit alayhis salam krejt. Kanë thënë, do me thënë Aliu, Muhsini dhe Salman al-Farisiu. Do ta shohim se me shkronjat ajn, edhe mim, edhe sin, këta do me thënë e kanë sifar kodi. Kur bëhet puna të zeqati, kur bëhet puna të ajo të kjo, do me thënë, me kode, do me thënë, me ajn, me sin, edhe me mim, do me thënë, këta i gjblokojnë, apo do me thënë, shliron prej disa sendeve. Prej akides të Nusajrive është se trupat apo shpirtrat transferohen prej një shpirtin tjetër. Mirë po, varet edhe prej besimit që ka ai njeri. Qysh mundet kjo kështu? Qysh mundet është një njeri për shkak, ku po diu në djalë jam qysh ka më bo? Ose djalë jot, ose vajza, ose ajo, ose ky. Do me thënë si katastrofë, nuk ka bazë hiç kërkun, as prej Kur'anit, as prej Sunetit. Mirë po këta mirën si mas mendjes, nuk kanë asnjë argument, do me thënë për këto që pretendojnë se trupa, do me thënë shpirtrat, shkojnë do me thënë prej kur të vdes njeriu, ai shpirt shkon te një fëmijë që lind, do me thënë tash. Kjo nuk ka ndaj bazë. Do me thënë kjo ku me ditë mundet me qenë edhe akidja e budistave, ku me ditë mundet me qenë e hindusve, ku me ditë Allahu xhela xhelalu e di mas miri. E treta është se sahabët i shajnë shumë. Sahabët i kanë armiqt më të mëdhenj, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç se që i veçojnë disa. Abu Bekri radiallahu anhu, Omerin radiallahu anhu, Othmanin radiallahu anhu e shajnë në të madhe, Hafsën e shajnë, e shumë sahabe tjerë, përveç se disa, do me thonë, disa që i veçojnë, edhe i dojnë disa prej sahabeve. Mas tepërmi që e urejnë është Abu Bakri radiallahu anhu. Pastaj vjen Omeri radiallahu anhu, edhe ata bëjnë do me thonë festa, e festojnë do me thonë vdekjen e Omerit radiallahu anhu. Gjihadi tek Nusajrit, disa kanë thonë dy lloje është. Lloji më i mirë i gjihadit është me shah Abu Bakrin, me shah Omerin, me shah Hafsën, me shah Aishën, me shah do me thënë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu do me thënë njeriu mundet me shpëtu nga dënimi Allahu xhela xhelaluhu. Transmetohet prej Muhammed ibn Nusajrit se ka thënë kush dëshiron me shpëtu prej zjarmit të xhehenemit, ne thot Allahumma al'an fi'ata ussisat dhulma wa tughyan alladhina hum 9 rahat. Kush dëshiron me shpëtu prej zjarmit të xhehenemit, ne ti mallkon 8 persona. Ne ti mallkon. Kush janë ata 8? Do me thënë zullumçart, taguta që janë, e ata do me thënë të cilët kanë bërë çrregullime në tokë. Kush është? Me mallku Abu Bekrin, me mallku Omerin, me mallku Othmanin, shejtani rrajim e kanë thujt Othmanin radiallahu anhu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la tasubbu ashabi, mos i shani shokët e mi. Pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, nuk mundeni me arrit vlerën e sahabeve, as do me dhënë sa grimca, nuk mundem na me arrit. Qysh pa e shajnë ata sahabet? Qysh pa e shajnë Abu Bekrin? Kur Abu Bekri radiallahu anhu e ka pru krejt pasurin,
Omeri radiallahu anhu e ka pru gjysën e pasurisë, Othmani radiallahu anhu e ka pregadit ushtrin, e ka vesh me haje, me pije, me municion, me sene, me deve, me gjithë shka e ka pregadit ushtrin, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë mëkati do në të bëjë Othmani radiallahu anhu, Allah nuk kam ja regjistru mo. Pse? Këta burat kanë qenë, kur u kon pejgamberi a.s. më nxorr, më vështirë kur ka qenë pejgamberi a.s., këta burat ja kanë zgjat dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po hyn xhenet vëllezër, po e shën një pallat dhe po thot kujna është ky pallat? Tha një burrit prej Kurajshve. Pejgamberi a.s. tha, mendova se jam unë çaj burr. Po më tha, jo, tha jo Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. E pash edhe një, tha, deshta me hin nda. Omer radiallahu anhu tha, po pse syne ja Rasulullah? Tha, vallahi Omer, e kom ditë se ti e xheloz. Tha, ja Rasulullah, edhe te ti me xhelozu. Edhe për ty me xhelozu, ja Rasulullah. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzu me xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri radiallahu anhu e kishte përgëzu me xhennet. Këta burra dalin edhe folin keq për ata. Këta burra dalin edhe e mallkojnë Omerin, e mallkojnë Abu Bekri radiallahu anhu, e mallkojnë Uthmanin radiallahu anhu, që ka qenë edhe dhandri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vdiq një vajzë, ja dha vajzën tjetër, tha vallahi, tha, kur i vdiq edhe dyta, tha ta kisha pas edhe tretën ja kisha dhënë Uthmanit radiallahu anhu. Pra, këta si munën me isha do me thënë, këta bura që kanë qenë do me thënë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër, e shohim se bindjet e këtynve njerëzve janë katastrofë. Janë katastrofë. Nuk din as vetë se çka janë. E madhrojnë Ibn Mulgjimin, i cili e kishte myt Aliun radiallahu anhu. Shife njerë sa kundërshtime mes akidës të tynve. Njerë thënë Aliu radiallahu anhu Zot, pastaj e madhrojnë atë njeri që ka myt Zotin e vetë. Si ka mundësi njeri me madhru, me ngrit njerin që ka myt Zotin e tynve. Andaj shihet shumë qartë se bindjet e këtynve janë shumë katastrofë. Po ashtu e madhrojnë edhe ngrisin lartë, e dojnë. Pse? Se është prej rushit, alkoholin e bëjnë prej rushit, edhe rushit e çmojnë shumë. Edhe i kanë thënë Abdun Nur, robi dritës alkoholit. Pse? Se masi që Allahu xhele xhelalu e ka përmend, e ka kriju do me thonë prej rushit, atëherë do me thonë edhe ai koka se një çmushëm. E Allahu xhele xhelaluhu po thot, innamal khamru wal maisir. Vërtet alkoholi dhe bigjozi. Në fund të ajetit çka thot, apo jep një fund se kjo është punë e dytë e shejtanit. Do me thonë që këta as me Allahun xhele xhelalu nuk janë. As me Allahun xhele xhelaluhu nuk janë. Ndalesa që i ka ndalu Allahu xhele xhelaluhu, këta njerëz i marrin për hajgare, këta njerëz i marrin dhe i çmojnë dyshman të Allahu xhele xhelaluhu. Ibn Mulgjimin po e madhrojnë, po e ngrisin lart, ja ka myt Zotin e tyre Aliun radiallahu anhu. Alkoholin që Allahu xhele xhelalu e ka ndalu, këta opet e marrin dhe e çmojnë. Po ashtu e poshtrojnë femrën. Nuk ka vlerë të këta femra. Femra nuk ka vlerë, nuk qënë pesh të këta femra. Pse? Se femra është si kur kafsha. Femra është si kur kafsha. Bilem kanë thënë disa, kur të vdes femra, i prishet trupi, i prishet edhe shpirti i saj. Do me thënë, s'ka vlerë të këta femra. Masi që të vdes femra, gruja, atër i vdes edhe nefsi i saj edhe shpirti i saj. Do me thënë, nuk ka mo kur gjo. E kanë të lejume mu martu me të afërmit e vetë, me motrën, me
me çikën e vllaut, me tafërmi, domethënë me ato që i ka ndalu Allahu xhela xhelaluhu. Allahu xhela shanu në surën Nisa neve na ka treguar me kon e kemi halal dhe me kon e kemi haram, ata shkojnë martohen me gruan e babos e me tafërmit e me motrën e me hallën e, domethënë krejt senet çka janë ndalume, domethënë këta e kanë të lejume me i bo mirë, po Allahu xhela xhel nuk po thot kështu në Kur'an. Allahu xhela xhelaluhu po thot më ndryshe. E kështu që po e shohim se këta kërka nuk janë me akide. Sikur që thanë fillim, e kanë akiden koktel. Në me thënë të marrën prej hindusve, prej jahudive, prej krishterve, prej besimeve të kota, edhe e kanë formu, e kanë bo një akide. Këta e shohin se misafirit është nder mjalshu, do me thënë gruan, ose qikën, ose një antarët familjes me respektu misafirin ma shumë, mjalshu, do me thënë me bo marrëdhënie me ta. E Allahu xhela xhelalu s'po na lejon neve këta. S'po na lejon Allahu xhela xhelaluhu neve këta. E shohin se farz është, ka ardhur një misafir, edhe mi bërë me respektu, me alshu do me thënë vajzën, ose me alshu gruan, ose me respektu ndryshe. Po ashtu e kanë në zemër që quhet tuqja, me besu me zemër diçka, edhe me shpreh me gojë diçka tjetër. Do me thonë që ato që ta bën ty, ajo është vetëm kamuflazh, vetëm me të mashtru ty, vetëm me t'i marrë mend ty, vetëm me të tradhtu ty, ta qel vorin, a kështu me gojë thot, unë jam buri mirë, unë e du ty, unë ato, unë e këto. Sulejman el-Edheni thot, ata përzihen, alawit, përzihen me gjitha grupacionet. Me gjitha grupacionet përzihen. Në që se e shenë muslimonin, thënë vallahi, na jena me ju. Na jena njësoj sikur ju. Na agjerojmë sikur ju. Japim zeqat sikur ju. Falim namaz sikur ju. Bëjmë ato, bëjmë këto. Gjitha senet i kena sikur ju. Na me ju nuk kemi dadhim. Nuk kemi dadhim na dhe ju. Që se shkojmë me krishtarët, thënë vallahi na jena sikur ju. Po në që se shkojnë me jahudit, thënë vallahi na jena sikur ju. Do me thënë me kont shkojnë edhe përzihen, ata do me thënë janë qasi. Në që se hynë me musliman në gjami, do me thënë këta janë informatat prej librave të tynve. Në që se hynë me musliman në gjami, ata nuk falin namaz. Ka mos i hynë edhe gjunub, ka mos i hynë edhe pa abdes. Edhe qka bëjnë? Tu pas me madhru Allahun Gjereshanu, me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, ata e shajnë Ebu Bekrin, e shajnë Omerin, e shajnë ata, e shajnë këto, namaz e malkojnë. Edhe thojnë, ne jemi si një trup, gjdo tesh, hin trup, që ashtu du me thënë edhe na jemi. Vjan për shembull ehli sunë wal jamaa, na jena shumë shok të mirë, na jena ashtu, na jena kështu, do me thonë ti merr mend. Po me bo me ardh dikush prej bidatçive thot, na jena kështu, na jena me ju, hiç të mos tani. Ju shka të thoni, na çashtu bojmë. Ju shka të bëni, na çashtu bojmë. E kështu që po shihet shumë qartë, do me thonë se çka është akidja e këtynve. Po ashtu vëllezër, nëse kërkohet me dëshmu, nëse kërkohet me dëshmu shahadetin, do me thonë tek ne, njeriu i cili hin islam, akoma si çfarë del me mshepës. Nëse dëshiron njeriu me hin islam, duhet pa tjetër me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Mirë po, çka është te nusejrit? Te nusejrit është me thonë ain, mim edhe sin, që do me thonë Aliju, Muhamedi edhe Salman el-Farisiju. Një nqizim që e kishin qitë një utube, njoni të e pranu islamin të kshijat, edhe pi thot, thuj, dëshmoj se Abu Bekri është gjehenem, Omeri është gjehenem, Othmani është gjehenem. Do me dhe kështu pi thot, të pas me dhe thuj, la ilaha illallah, shhedu en la ilaha illallah, wa anna Muhammedur Rasulullah, a i dhe dëshmoj se Abu Bekri është gjehenem,
Omeri është xhehenem, e unë jam i pastër prej tyre. Kështu do me thënë pe qesin njerëzit në islam. E kështu që shahadetit e këta çështu është. Pastaj e shohin namazin, që është tyll kryesore e dinit Allahu xhele xhelaluhu. E namazin kur dojnë me fal këta, i përmendin do me thonë 5 emra: Alijen, Muhammedin, Hasanin, Husenin edhe Fatimen radiallahu anhum. Në qëse i përmendin këta 5 emra, u krytë do me thonë s'ka nevoj mu me fal. S'ka nevoj do me thonë, pëse me fal namaz? Po ashtu agjerimin. Agjerimin, këta e konsiderojnë mi jam shef 30 burave, mshefësira të marët mi jam shef, ti ki agjeru. Do me thonë, për një 30 bura me emër, me mbi emër, edhe ti kimi jam shef mshefësirat atynve, apo të metat atynve burave, ti u kryo agjerimijat. S'ki nevoj me agjeru. Allahu xhele xhelalu po thot, ju është bërë obligim të agjeroni. Në shumë i redim, a i katunar kur erdi të pejgamberi a.s. Tha, ja Rasulallah, tha, kush e kryoj qiejtë të tokën? Tha, Allahu xheleshanu. Ja nisi do pyetje. Tha, o Muhammed sallallahu alaihi sallam, tha, Allahu xheleshanu të ka urdhëru me thonë la ilaha illallah? Tha, po. Tha, Allahu xheleshanu të ka urdhëru me fal na 5 vakët namaz? Tha, po. Tha, Allahu xheleshanu të ka urdhëru me marr na zeqat, me marr prej pasanikit e me dhën fukaras? Tha, po. Tha, Allahu xheleshanu të ka urdhëru me kry haxhin? Tha, po. Allahu xheleshanu të ka urdhëru me agjeru? Tha, po. Edhe tha, as nuk shoj, as nuk paksoj. Pejgamberi a.s. i tha, shpëtoj ky njerin qëse i përmbat kësaj. E këta kriminelët, këta po thojnë që s'ka nevoj me agjeru. Në qëse jam mshefësirat, jam on mshefësirat 30 burave edhe 30 grave, gratë i kanë konsideru si nata, e burat i kanë konsideru si dita. Dhe me thënë, ti s'ki nevoj për me agjeru. Mirë po, në qëse kalojmë të zeqati, thënë vetëm si ta përmen Selman el Faresijun, të bjen zeqati prej teje. Nuk i obligim me dhënë zeqat. Ebu Bekri radiallahu anhu luft ka bo, me ata që kanë ndalu zeqatin. S'ka ndash me dhënë? Luft ka bo Ebu Bekri radiallahu anhu. Bilal Omeri radiallahu anhu njëre kundërshtoj. Tha, vallahi, tha, aj që e ndan mes namazit edhe zeqatit, vallahi, tha, kam i luftu ata njerëz. Pse Allahu xhalesha nuk e ka nda? Ka thënë ata cilët e falin namazin japin zeqatin. Edhe kur ti sheh ajetet e namazit dhe zeqatit vinë bashkarisht. Pse? Ai njeri i cili beson Allahun xhalesha nuk jep zeqat. Ai njeri i cili e ka frikën Allahu xhalexhelalu jep zeqat. E këta njerëz po thënë vetëm si ta përmend Selman el Farisi, yughni an daf'i zakat. Po thot s'ki me dhënë zeqat. Kjo të mjafton ty. Vetëm përmende Selman el Farisiun edhe u kry puna, do me dhënë ti mo nuk e ke obligim me dhënë zeqatin. Nusejrit, si i mësojnë njerëzit, do me dhënë ata që hynë islam, kush na kryej neve, ne shumë i redi me bo me pyt fëmin, do me dhënë fitra, natyrshmëri është kjo, thëtë Allahu xhele xhelaluhu. Kishte vjedh, ose ja ka hongër ujku dhënd çobaneshës, edhe zotnia ka ardhur te pejgamberi a.s. ka thënë, ja Rasulullah, çka më bë këti kësaj? Atëherë pejgamberi a.s. ka marrë, ka thënë, ku është Zoti? Me një transmetim thuhet se ka thënë qiell. Me një transmetim thuhet se s'ka ditë me fol, ka bë me gisht. Ka thënë qiell. Ka thënë, kush jam unë? Ka thënë, ti je pejgamberi i Allahut. Ka thënë, sheh se kjo është besimtare. Fëmin me bë me pyet kush na ka kriju neve, thot Zoti. Mirë po këta, kush na krijoi neve? Aliu radiallahu anhu, emirul mu'minin. Pse? Se këta e konsiderojnë se Zot Aliun radiallahu anhu. Këta e konsiderojnë si Zot Aliun radiallahu anhu. Për këtë arsye kështu edhe i mësojnë. Thojnë, si e dim ne se Aliu radiallahu anhu është Zot? Pse? Se kur ka majt një khutbe Aliu radiallahu anhu, ka thënë, enel asrar, ka thënë, unë jam shefësira, unë jam dega e dritave, unë jam ashtu, unë jam kështu, do me thënë,
Mirë po ne shumë jemi të bindur se Aliu radiallahu anhu nuk e ka thënë këta. Aliu radiallahu anhu ka qenë sahabi, ka qenë dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë burri i cili është përgëzuar me xhennet. Mirë po, këta njerëz janë të devijuar. Po ashtu, ku e dini se Aliu radiallahu anhu është Zot? Kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hutbë ka thënë innehu ey Ali Rabbi wa rabbukum, ka thënë Aliu, ka thënë Zoti im edhe Zoti juaj. Astaghfirullah. Aliu radiallahu anhu ka qenë Rabb, ka qenë njeri, e ne shumë po e shohim se po përshtatet domethënë kjo akide me akiden e krishterëve. Krishterët ta thojnë për Isa alayhis salam se është Zot. Atëherë pse e kanë myt Zotin e vet? Pse e kanë kryqu Zotin e vet? Bilem edhe këta me marrë mi krahasu shumë se ne kime pasë shumë i përshtatën krishterëve. Në fillim thamë, akide e përzier me jahudizëm, me budizëm, me bindjet e hindusve, me krishterizëm, me gjitha bindje shka ka fytyrë tokës, këta i kanë qëto. Andaj, duhet të kemi kujdes. Edhe krimet që po i bojnë sot, me vëllezërit tanë, që po i mysin fëmijët, e po i dhunojnë gratë në përsiri, do me thonë, kjo është kret e pregaditur. Kret është e pregaditur. Mirë po, ndihma Allahu xhele xhelaluhu do të vjen. Mirë po, ne duhet bëjmë sabër. Ne masi nuk kemi asgjë shka muj me i bo, spaku bilem një dua, një lutje, mune me lutë Allahun xhele xhelaluhu, prej karikës, në vendin ku je, në sejdë ku je, në shtëpinë tënde, rrugës të shku në udhëtim. Ku t'jesh që t'jesh, me bë dua për vllazërit e tu. Me bë dua për vllazërit e tu që Allahu xhele xhelalu ne t'i shpëton prej këtyre kriminalëve, prej këtyre që vallahi këta nuk kanë mëshirë. Këta njerëz nuk kanë mëshirë. Pse? Se konsiderojnë këta mbytjen e një muslimani, se neve nuk na konsiderojnë si musliman. Mbytjen e muslimanit e konsiderojnë se me myt një jahudi ose një armik të Allahu xhele xhelalu. Pse? Se për këta ne jemi armik. Ne jemi dyshman të këtynve. E ne shumë mirë e pam se kush është dyshmani Allahu xhele xhelaluhu. Allahu xhele xhan diçka që ka ndalu, këta e kanë leju. Diçka që e ka leju, këta e kanë ndalu. Sikur që është, do me thonë, i ndahën grave, nuk bëjnë marrëdhënie me gratë e tynve, nuk i afrejnë gratë e tynve, nuk hajnë ata, nuk pinë këta. Allahu xhele xhan nuk na ka ndalu neve ata. Neve Allahu xhele xhan na ka ndalu gjatë menstruacioneve. Kur vjen cikli mujor, atëherë do me thonë e kemi të ndalu. Me flet me to, me bo marrëdhënie, se me flet me një krevet, munu me flet. Jahudit e kanë ndalu, e kanë bo haram vetës, do me thonë, kur i kanë ardhë menstruacionet grave, ose ka qu të baba vetë, ose ka qu jashtë shtëpisë saj, do me thonë nuk ka qëndru në qatë shtëpi, ose ja ka bo një kolip, do me thonë afër shtëpisë, edhe nuk ka hongër me to, as nuk ka pi me to, as nuk ka nejt hiq. Mirë po muslimant, nuk e kanë të leju me ashtu. Mund është me nejt, mund është me pi me to, mund është me hongër buk, mund është me pi çaj, mund është me bo muhabet, mund është që se kini në i nevoj, mirë po, jo mi ju largu. E kështu që, po shihet shumë qartë se kush janë, do me thonë, dyshman të Allahu xhele xhelaluhu. E lusim Allahu xhele xhelaluhu, që vëllezërit tanë në Siri, inshallah Allahu xhele xhelaluhu, i ndihmon dhe i çliron prej këtyre kriminalëve, edhe inshallah, do me thonë, mas çlirimit të Siris, inshallah lusim Allahun xhele xhanuhu, këta kriminal që mos dominojnë më në Siri. Du me ju tregu edhe një ëndër të një hoxhës, inshallah, besoj që është ëndra e mirë, është hoxh i mirë, hoxh i cili ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu, se kishte pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte zgat dorën e majt. Dorën e majt ja kishte zgat.
ka thënë ja Rasulullah, pse po ma jep dorën e majt? Tha vallahi, tha, shumë shej dorën e gjatë, tha, s'po muj me ta zgat dorën. Atër ka thënë, po durani se do me thënë hapja do t'jetë afër. E inshallah, kjo ëndër besoj që na përgëzon me lajme të mira. Inshallah Allahu xhalla xhelaluhu i çliron vëzrit tan, do me thënë prej zullumit të Esedit. Inshallah dhe prej ushtarëve të tynve, Allahu xhalla xhelaluhu ja lehtëson vëzrit tan. Inshallah Allahu xhalla xhelaluhu gjithë ata vëzrit që kanë ra shahida, inshallah Allahu xhalla xhelalu i pranon si shahida, ato motrat tona inshallah Allahu xhalla xhelaluhu i pranon si shahida. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Mosaroni vëllezër, bëni dua në sejdë, bëni dua rrugës, bëni dua kur ta fani namazin e vitrit, çdo herë bëni dua për vëllezërit tanë siri, se vallahi kanë nevojë për duat tona, kanë nevojë më shumë se bukë dhe ujë. Duaja mundet domethënë me bë që ndoshta as buka as uji nuk mundet asgjë me bë. Duaja çka bën. Andaj ju kisha kërku prej juve edhe çdo kon që ta shihni këshilloni që veç duan e të bëjnë, se nuk ka mbet ndihma tjetër kujt pos ndihma Allahu xhalla xhelaluhu, se edhe bota e shen, do me thonë se çfarë zullumi bëhet atje, çfarë padrejtësie bëhet atje, sa fëmijë mbyten, sa gjaku dirdhet atje, askush nuk lëviz. E kështu që ne vetëm e kemi Allahun xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla shanu është ndihmës më i mirë, më i afër. Vetëm prej neve kërkohet lutja. E lutim Allahun xhalla xhelalu edhe një herë që vëzrit tanë të shpëtojnë nga zullumi i Esedit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu xhalla shanu